Të dashur teleshikuese, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. U zhvillua sot seanca e fundit plenare e sezonit që zgjati një orë mes tensionit për plasjeve fizike e flakadanëve, hedhje ujë e sendesh drejt kryetarit të kuvendit Peleshi dhe Gardës. Seanca e sotme, e cila është dhe e fundit e vitit 2025, është shoqëruar me tensione të forta dhe zgjati një orë. Që në fillim të saj, deputetët e opozitës blokuan foltoren dhe zun karriget e ministrave, gjë që shkaktoi përplasje me efektivët e Gardës. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bllokoi foltoren dhe nuk pranoi të largohej. Gjithashtu deputetët opozitarë ndezën disa flakadan dhe hodhën ujë e letra në drejtim të Niko Peleshit dhe Gardës. Gjendur në një situatë kaosi, tymi dhe përleshjesh, Peleshi kaloi direkt në votim dhe më pas në miratim rendin e ditës dhe disa prej ligjeve që ishin në agjendën e sotme. Ndërkohë në mes të këtij kaosi, Endrit Shabani, i cili u prit me fshëllima kur hyri në kuvent, u betua si avokat i popullit dhe përshëndeti opozitën me një puthje. Pas daljes nga salla e parlamentit, Berisha dhe Balla janë prononcuar për gazetarët. E sotmja nuk është një lajm i ri, asgjë e re nga fronti i lindjes. Po kujtoja sot plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë, 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë, atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Arta Marku, sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani, një kandidat për avokat populli i propozuar ekskluzivisht me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, mes tyre udhëheqës të lartë të asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike, e njëjta situatë sot pas 8 vjetësh, ripërsëritur, ka ndodhur të njëjtat pamje dhe në dhjetor 2018, nëse mbani mend. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frym, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që të na vinë njerëzit në protest. Motoja e tyre është vidh dhe ik. Ergy Sagasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me 2 pengmarrje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonse duhet të informoj shqiptarët se një pazar i pist është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij, midis lindës dhe belindës, midis Lubis dhe lindës, dhe Mram ka vendosur të mbaj lindën, të lëshoj belindën. Në prag të festave në Mallakastër është hapur tregu provizor për gjelat e detit dhe vajin e ullirit. Fermerët thanë se kanë vështirësi për të shitur produktet e tyre. Tregtimi në anë të autostradës Levante-Pelen, jo vetëm i gjelave të detit, por edhe i prodhimeve të tjera bujqësore, duke rrezikuar jo vetëm përdoruesit e rrugës, por edhe jetën e vetë fermerëve, ishte kthyer në një problematik që kërkonte zgjidhje të shpejtë. Për këtë arsye Bashkia Mallakastër ka çelur një treg provizor, i cili do të qëndrojë hapur deri në datën 28 dhjetor, dhe ku 10 fermerë të zonës kanë ekspozuar prodhimet e tyre bio dhe mjaft cilësore. Për ne shumë i domosdoshëm për arsye se ne vuajmë për këtë lloj tregu, për këtë lloj marketingu. Jemi në pritje për këtë lloj tregu. Ka dhe mungesë të tregut, të bëhet pikë grumullimi ta marr si tati botit, të shokut tim, edhe të timin, edhe të tjati. Dash ta marr kokër, dash ta marr lek, si që kam unë tu. Pra tregu informal duhet marri fund. Unë kam 2 kujtale gjysmë të vjerm. Si vjetë shita 20 kujtal, 20 i bera, e kam gjendje në shtëpi, ku do ta shpje unë me gjithë plakët. Unë jam 85 vjeç. Ndërkohë tregu i shpendëve dhe i vaj të ullirit që në ditën e parë u ka ardhur në ndihmë mbashtuesve të gjelave, të cilët kanë mundur të shesin një numër të konsiderueshëm. Në zonën e Cakranit ju tregtoni kryesisht në autostradën Levante-Pelen. Sa ju vjen në ndihmë ky treg? Ky treg na ka dhënë shumë ndihmë. Që sot, që dita e parë ne bëhet 3-4 kërkesa. Ne jemi prodhues, nuk kemi tregtar. Prodhojmë. Atje vjen ne sot na kanë 3-4 veta.
që i marrin për lokale. I pranishëm ka qenë edhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, i cili në prononcimin e tij për mediat ka apeluar për mbështetje të prodhimeve vendase dhe u ka bërë thirrje të gjithë fermerëve të bëhen pjesë e skemave të subvencionimit. Së pari unë falenderoj Kryetarën e Bashkisë për mundësinë që i ka dhënë të gjithë tregut që sot ne jemi këtu për ta vizituar, dhe është një treg provizor i cili e inicioi jo vetëm në Bashkinë Mallakase, por edhe në bashkitë të tjera, për një mundësi që t'i japin fermerëve për të shitur produktet e tyre, jo vetëm pjesën e vajit të ullirit, por edhe gjelin e detit siç ne kemi këtu sot, në mënyrë që prodhimi vendas të jetë në çdo tavolinë shqiptare. Dhe ne si Ministri e Bujqësisë patjetër që jemi në dispozicion dhe në ndihmë të çdo bashkie për t'i dhënë mundësi që tregjet e tilla jo vetëm të jenë provizor, por edhe të jenë gjatë gjithë vitit, për t'i dhënë akses fermerëve shqiptar, fermerëve të zonave, fermerëve të bashkive, qoftë të vogla, qoftë të mëdha, në mënyrë që të jetë Made in Albania. Ne jemi duke iniciuar që çdo fermer që prodhon vaj në ullirit të vazhdoj, duke qenë se ne për çdo litër vaj nga janari e vazhdim, të gjithë duhet i bëj thirrje nga këtu sot që të formalizohen, të hapin numrin e NIP-it, të jenë pjesë e procesit që pranë Ministrisë dhe AZHBR-s të bëhen pjesë e thirrjeve që ne kemi shfaqur dhe kemi shpallur ndaj çdo fermeri. Ndërkohë fermerët kanë kërkuar një zëri ngritjen e pikave të grumbullimit, certifikimin e prodhimeve të zonës për të qenë më konkurruese në treg, ndalimin e prodhimeve të importit dhe t'i jepet fund tregut informal. Enti Regulatori i Energjisë ka vendosur që çmimet e energjisë elektrike të mbeten të pandryshuara edhe për vitin 2026. Enti Regulatori i Energjisë vendosi që çmimet e shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundor që furnizohen nga furnizuesi i shërbimit universal të mbeten në fuqi deri më 31 dhjetor 2026. Vendimi u mor në mbledhjen e bordit të erës pas vlerësimit të treguesve financiar dhe ekonomik të furnizuesit të shërbimit universal, nga të cilët rezulton se çmimet në fuqi mbulojnë kostot e aktivitetit dhe garantojnë funksionimin normal të shërbimit edhe për vitin 2026. Për konsumatorët familjar që konsumojnë deri në 700 kWh në muaj, çmimi është 8.4 lek për kWh, ndërsa për konsumatorët familjar që konsumojnë më shumë se 700 kWh në muaj, çmimi është 9.5 lek për kWh. Po ashtu ere shtyu deri në fund të vitit 2026 edhe vlefshmërinë e çmimit të energjisë elektrike për karikimin e makinave elektrike në pikat stacionet me fuqi të instaluar mbi 11 kW të lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV. Çmimi i energjisë elektrike në pika stacioni karikimit të makinave elektrike me fuqi të instaluar mbi 11 kW të lidhura në nivelin e tensionit 0.4 kV është 22 lek kWh, ndërsa në planin pik është 25.3 lek kWh. Ere thekson se në rast se pas rishikimit të tarifave të shpërndarjes së energjisë elektrike do të ketë ndryshime në kostot përkatëse. Këto do të reflektohen më pas në çmimet me pakicë për klientët e shërbimit universal sipas kuadrit ligjor në fuqi. Vendimi është botuar në fletoren zyrtare. Euro prek një minimum të ri historik poshtë 96.5 lekëve sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Kursi këmbimit euro-lek vazhdon të shfaqë tendenca rënëse në vlerën 96.01 lek sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, rënja e kursit me bazë vjetore paraqitet relativisht e vogël. Krahasuar me një vit më parë, kursi i këmbimit euro-lek është me rënje me 1.8%. Agjentët shprehen se tregu i këmbimit valutor në këtë periudhë karakterizohet nga flukse të shtuara të monedhës evropiane, duke reflektuar në vija të përgjithshme edhe një efekt sezonal. Stabiliteti relativ i kursit vazhdon të mbetet te ndërhyrjet e vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë. Banka Qendrore po kryen operacione periodike të blerjes së valutës me qëllim për të mos lejuar forcimin e mëtejshëm të monedhës vendase. Këto ndërhyrje justifikohen me objektivin ligjor të inflacionit. Të dhënat e fundit treguan se inflacioni vjetor në muajin nëntor zbriti në 2.1% dhe besohet se efektin kryesor po e jep komponenti i tij importuar. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë po tenton të frenojë një mbitçmim të mëtejshëm të lekut në kursin e këmbimit. Sipas deklaratave të guvernatorit Sejko, deri në fund të 9 mujorit 2025, blerjet kanë arritur në rreth 800 milion euro.
në rast se edhe në 3 mujorin e fundit blerjet kanë vijuar të paktën në ritmet e mesatare së 3 mujorëve të mëparshëm, gjasat janë që valuta e tërhequr nga tregu këtë vit nga Banka e Shqipërisë të kaloj kufirin e 1 miliard eurove. Mbështetur në statistikat zyrtare të Bankës së Shqipërisë për 3 mujorin e 2025, bilanci llogarisë korrekte ishte pozitiv në vlerën e 658 milion eurove. Suficiti i llogarisë korrente shënoi një rritje të fortë me 90%, rreth 312 milion euro, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Suficiti i 3 mujorit të tretë solli dhe daljen e përkohshme të ekonomisë shqiptare nga pozicioni jashtëm negativ. Për të gjithë 9 mujorin e parë, bilanci i llogarisë korrente ishte pozitiv në vlerën e 51 milion eurove, ndërkohë që një vit më parë kishte shënuar një deficit në vlerën e 233 milion eurove. Duke shtuar dhe flukset e investimeve të huaja direkte, të vlerësuara në më shumë se 1.2 miliard euro, bilanci hyrje-daljeve të valutës në ekonomi duket pozitiv dhe do të shpjegonte tendencat e mëtejshme rëndëse të kursit euro-lek. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, përmblodhi në një video pjesëmarrjen në samitin e BE-s, i cili vendosi përheqjen e të gjitha masave ndaj Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përmbledhur me një video pjesëmarrjen e saj në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili u mbaj dje në Bruksel. Osmani ka shkruar se ky samit solli rezultate konkrete për vendin, duke ju referuar vendimit për heqjen e të gjitha masave ndaj Kosovës që Bashkimi Evropian i kishte vendosur. Jemi këtu sërish si partner të përkushtuar të Bashkimit Evropian, si shtet që jemi me linjëzim 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, si shtet që vazhdimisht ka treguar progres të përkushtim të lartë për reforma, qofshin ato në sundimin e ligjit, në ekonomi apo në fusha të tjera. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën. Në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot. Kjo grup ka qenë jashtëzakonisht sot. I ka zhblloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është mërita kësaj 100% bravo të qoftë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.